Këtej është divani pro, që ekziston një shoqëri mes një djali dhe një vajze, dhe këtej është divani kundër, që nuk ka asnjë lloj shoqërie mes një djali dhe një vajze. Hadesi herë, çau do i thuash Artemisës? Ku jam, ke cili divan? Ti je te divani kundër Te divani mistis. as një anjës. Nëse një marrëdhënie që ka 3 muaj, normalisht do të ketë më shumë rëndësi shoku se sa i dashuri. S'm plasim unë për dikë që është 3 muaj afër meje. Valla, Dikush që ka ju atje për kundra një sekond. shoqërisë. Po pra një sekond. Për ne po them, për ne pyeta. Po pra, hajde ti. Ti je o zemra, hajde Prit, këtej. ndoshta, shiko, ndoshta ai do dali pse është ulur aty. Ta përfundoj? Nëse kanë shumë pak kohë, do isha aty me ty. Nëse kanë shumë kohë, unë nuk mendoj që një femër do të ketë afër një mashkull se e ka shok. Nga ana e gocave nuk do ketë kur, edhe këtë e them, ndjenja për një shok. Mendoj unë. Kjo do të zakonisht nga ana e femrave. Çunat gjithmonë do kenë ndjenja. A ke ndjenja ti për Xhesin? Unë s'do ken standarde. A ke ndjenja ti për Xhesin që e ke shoqe të Sa ngushtë? kam shoqe hiç. Po atëherë? Se kam Po shoqe. si se ke shoqe, se ke thënë që e ke shoqe Ku të kam me? ngushtë. Se një I ke hiç. thënë ti. Hiç se një. Keni vite të tëra miqësie. Si mund të ulesh ti aty? Se kam. Gjitur me shoqen tënde të ngushtë. Nga i vizit kam pas dinja për Xhesin. Nga i kam pas dinja për Nuk Xhesin. është normale. Nga i diti moj. Po se Nga i diti moj. sa Ku e diti moj? Po pyeta dhe pranove. Sa po të thash? Nga ana Xhesit ka pas dinja, unë ka pas. Pranove që ke nga tru koltuk. Moj ti fare më na ha Dhe barkun ju ka dashja aty, edhe hajde këtej. Do ta përfundoj këtë se pastaj bë kot. Tash nga ana femrave nuk do ketë kur ndjenja. Nëse nga meshkujt ore kështu e mendoj unë. E shpërndajmë pak debat. Mo ta përfundoj apo çfarë tash? Mendon thuj, unë e mendoj. Po pra e mendoj. Mendoj mor. Nuk do të kur. Më fal. A ke pas ndjenja për Xhesin, më kthe përgjigje. Je për të ta fut të kokës për zotin. Jo me Përgjigje. Unë gulmoj. A ke pas ndjenja për Xhesin, jo përgjigje. Se ti je duke bërë monolog, Ta përgjigju. përfundoj? Për mendimin tim nga ana gocave nuk ka zakonisht mazhoranca nuk ka ndjenja për një shok. Ndërsa nga ana çunave sepse zakonisht nuk kanë standarde, zakonisht nuk u avaren shumë goca, edhe krijojnë ndjenja për një gocë që u jep sadopak afeksion qoftë shoqëror. Prandaj unë mendoj që nuk ka shoqëri të pastër, sidomos në këtë rast. Sepse për historinë po flas, nuk po flas as për ty, as për Xhesin, as për Florin, as për Artemisën. Unë po flas për historinë. Do më japësh vetëm përgjigjen e Jo fare sta ja. Unë thash, Xhesin nuk e kam më shoqe. Ti e kam kot tash. Prit, jam Ti interesuar çka pak ke? të di. Ti çka ke? Jo një sekond, ti çka ke Kostin? Unë se kam thënë kur që është shoku im i Ua, ngushtë, që është thoni? kolegu im. Shoku im i ngushtë, e ke shok më. Është kolegu im i punës. E kemi në barko. Është kolegu im i punës. Po mita, të dëgjojmë pak Xhesin njerëz se të përmend shumë emri. Shoqëria midis një djali dhe një vajze funksionon vetëm nëse djali është gay. E para dhe e dyta, unë mendoj. Kjo është kështu direkt bam. Unë mendoj gjithashtu që në një marrëdhënie shoqërore në fillim fare, vajza mund t'i vendosi limitet që këtë e kam shok, pra vendosë në fillim. Nuk është se bën një shok pastaj më vonë një ndjenja të livrit me radhë. Pra ja ka bërë qartë, por i dashuri i vajzës mund të ketë drejtë të mendojë që ai mund të ketë ndjenja për të. Pa është pa siguri nga ana e të dashurit? Jo, pse? Çunat e din shumë mirë se si sillen me gocë që kanë qejf, dhe kush është kërcënim dhe e ka treguar në dashurinë vet. Mendoj që dashura vetë ka pas indicë të kozë i thoshte, ka pas indicje nga shoku i, nga do çka kishte. Mua njerëz më duket fare normale që ti thua që shoqëria mund të ekzistojë vetëm në rast se mashkulli është gay. Nisur nga kjo, një herë bie totalisht argumenti po se si mund thuash ti vetëm nëse është gay mund funksionon. E pastë. Jemi në një shoqëri që të gjithë meshkujt thonë, po një mashkull dhe një femër nuk mund të jenë kurrë shok sepse gjithmonë do ketë dëshira për të pasur gjëra më tepër. Do ketë nga ana meshkujve, do ketë gjithmonë do ketë. Ka ndodhur. Ka shoqëri të pastra, ka shoqëri të pastra nëse ti nisesh me idenë për të qenë shoqë dhe jo i dashur. Nëse ti e ke shok që në fillim si mund të lindi ndjenja trukës. Që kanë një shokë janë bot lidhur më. Janë e kanë nisur shokë janë martuar. Si ka shoqëri të vërteta mes një djali dhe një vajze pa qenë djali gay. Nuk ka. Po jo më ka. Një moment, Juli, O do jenë gay, do jenë shok. Po Kërcuan ti, kërcuan shok, ti takon një 3 muaj, atë quan shok, ai është mik i njohur, nuk është shok. Kur takon një 3 muaj. Modern, vetëm po çe gay. Ku është modern, ku ke modern? Modern sot. Ai është më modern. Okej, shpërndajmë pak Venardi. Thelbi i historisë është a je pro apo kundër të pasurit shoqëri të ngushtë me, për shembull, çun me gocë
Po pra, shiko, un jam pro të pasur shoqëri, por nuk funksionon. Një mashkull dhe një femër nuk ekziston. Po mi, sajnë. Po kur e bëja unë, po kapesh e ti, po pra, tani do të them non ty. Tani, Ha. në të dyja anët, në të dyja krahet mund të lindin ndjenja. Si nga ana gocës, si nga ana mashkullit. Nuk ka lidhje nëse je çun, ty të lindin dhe nëse je gocë nuk lindin ndjenjat për shoqën e ngushtë, shokun. Shumë e vërtet. Në të dyja krahet lindin. A je ti dakord që të kesh shok ngushtë vëlla, shoqë të ngushtë? Se ky është e historisë. Ti thu, unë jam kundra të kem shok ngushtë, sepse nëse shoqë të ngushtë, sepse lindin ndjenja. S'është pra okay, Jo, sa për disa ai po thotë, ai po thotë. diçka. Ti është respekt fali që ke di ka afër, që e di që ka një për ty, po i Ti e thotë, kupton? Ti e mashkull. Po. Ti domethënë nuk duhet të kesh shoqë të ngushta. Jo. Pse? Se ke Unë i lidhur, unë në një marrëdhënie me një gocë nuk do kem shoqë. Ja ka thënë që në fillim që janë shok të Kam shoqë ngushtë. ngushtë ato që kam. Ja ka thënë që në fillim. Ç'më do shoqë janë ngushtë? nuk do të kesh Fare. Po pse hitet shoqëria se rrin dashuri? Hitet shoqëria se rrin dashuri? Hopë, ne vëmë muhabetet. Fare. Sepse ti ke frikë se mos lindin ndjenja për atë Ku është problemi kur thua që shoqëria nuk mund ta mbajë dot një çun, po një gocë mund ta maka. Pra, djali nuk duhet të ketë shoqë një vajzë, por një vajzë mund ta ketë shoqë një çun. Jo. Vajza me të vërtetë mund ta quash shok të ngushtë. Por djali, meraku i Aldos është që djali, si kishte emrin? Aldo e ka emrin ai. Çfarë si ka emrin? Dashuri, meraku është dashuri. O zemra, është e tmerrshme. Meraku i të dashurit është Është tmerrshme që nuk mund të ngushtë. Shumë rregull. Ju jeni Çfarë shokë problemi të ka ngushtë me kur njëri tjetrin. Ti shikoni çfarë lidhje ka? Nuk ka shoqëri të sinqerta. Është e tmerrshme. Ju jeni kundër parimeve tuaja. Një sekond, Na keni shik miqsin kot pra dy. Një moment ta gjem pak Julën sepse ishte duke të ndjekur Flori, kështu që mund të t'japi një përgjigje për këtë. Unë nuk mendoj që tradhtia lind në një moment ku ka puthje apo përqafime, unë mendoj që tradhtia lind në momentin që dy persona kalojnë atë fazën që shikon se si po të kuptojnë tani nuk kupton asnjëri, në atë fazën ku një person është vulnerabël dhe i gjen mbështetjen e tjetrit. Unë jam shumë e sigurt që ai këtë frikën ka, pra e di që okay, ai ka pranuar që ajo të ketë një shok ngushtë, por ka parë qëllime të tjera te ky shoku vetë ngushtë, edhe po thot, shiko se jam shumë vetë, unë e di që ky tipi Ka qëllime tjera me ty. E po të nxit kundër meje dhe prandaj Po sikur ky shoku edhe në të rast e Dese Xhesi që po na bëhet kaq i madhe, ne nuk e dim si do veproj Xhesi në rast se lidhen, ndoshta mund mos ta ketë shok fare. Ndoshta bën një kompromis kur është një Po sigurisht një moment për të ndarë sa gjë. Shiko, edhe shoqet i thon të dashurve. Unë nuk e mendoj dot, edhe vajz po të ishte nëse do ishte mirë që të kem dashur në shtëpi do t'i dashur. shoqet e mia më kanë thënë lëre se s'ja vlen. Nuk e mendoj dot, nuk është normale një marrëdhënie. Okej, po pse që nga dyshus djali që po mendon që ky djali tjetër, që është shoku i ngushtë i kësaj vajzës, po e shpreh ndjenja kësaj vajze, ndërkohë që është kjo vajza që disa muhabete që janë personale me dashurinë e vet, po shkon t'ia tregoj shokut ngushtë. Po sepse me shoqërinë ngushtë i diskuton Kjo është marrëdhënie shoqërore pra. Jo, Në rast jo, kështu janë. Dy njerëz single, mashkull, femër bëhen shok të probleme ngushtë. shkën shtëpi shkoj t'ia tregoj shokut. Ja tregon më ndodh. Po ndo me ka që më qesha. Na faq që ndodh ka, na faq që ndodh pra, ndodh. Ma e interesant. Ndodh o Benar. Ndodh. Kur ke një problem, a flet edhe me shok edhe me shoqe, po e thoni që ndodh pra. Po pra, e bie që keni shok dhe shoqe, që po tregon Në rast është marrëdhënie, në marrëdhënie. Në rast single dhe single bëhemi shok të ngushtë. Në rast se un futem në një marrëdhënie, futet në një marrëdhënie për çfarë? Kaq, një shkelmi. Normal mi se pastaj. Po jo mi se bëhet. Po jo mi se shkoma mi se bëhet për marrëdhënien. Unë kam pasur një shok të ngushtë për 3 vite dhe ai u lidh me një gocë, ma prezantoi dhe mua. Dhe unë me shumë qejf u prezantova, thashë që ai ngushtë e X-it, folëm bashkë të tre, domethënë që dhe unë i tregova që shikoj mi thjesht shok, nuk ka gjë, e kupton, mund të flisni lirisht për gjërat tuaja. Derisa erdhi, por që ishte sigurt që unë mos bëja shikoj. I dha siguri. I dha siguri që jam shoqë e ngushtë dhe kaq, asgjë më shumë. Ndërkohë pas 3 muajsh lidhje, të dy më hoqën nga Instagrami. Në fillim fare u mërzita pak për shokun, por pastaj thashë shiko, për aq kohë sa ai ka dashur të jap siguri, të dashurës vet, që shikon se unë do ta marr gjithë më shumë. Ka hequr, okay. Nuk është normale të shoqëri për dashuri. Mos i normalizoni gjërat
tani. Eti poshtë një shok që e ke prej 10 vite se u dashurove me dashurin dash. Greta për kohën e Artemisa. Dashur dil nga aty tregoj shokut. Po nuk është ai Edhe shoqes, jo shokut, shoqes. Nëse kam një debat patjetër, mo, kam nevojë për mend. O misi, ke shoku Okej. Tregon ti kur zihesh të kondash me dashur, si tregon. I tregoj. Koha në këtë pjesë të parë mbaroi, po